falje namazit me rroba që ka pak gjakën te, kjo varet sa është pak, kjo sasia pak sa është. Është një rregull të cilën e kanë cekur fukahat në veçanti, fukahat hanefive. Nëse në trupin e njeriut, në trupin tënë krejt, apo në tesha tua, ka gjak apo ndonjë ndytësirë tjetër, e gjaku është ndytësirë, bën pjesë grupin ndytësirave, ka ndonjë ndytësirë, gjak apo diçka qoftë tjetër, sasi, ose në një vend, ose pjesë, por që nëse mblidhen të bënë në një vend, arrin sasin e 1 dirhemi, e që është sa shëplaka e dorës, pagishta, atëherë nuk lejohet më falë me atë ndëtsirë, por është obligim vajgjib me evitu atë ndëtsirë, respektivisht në pastruat gjak me një ka gjak. Ndërsa nëse ka më pak gjak se sa 1 dirhem apo shëplaka e dorës, pagishta, është e preferuar me hjek, por ju obliguar. E që në kupton, nëse falesh me një sasi të vogël të gjakut në tesha, apo ndonjë ndëtsirë, sasi të vogël ndëtsirë në tesha, namazin e ki tamam pa asnjë problem. Bane mente dhe mëse harrani, deri sa të futin e drasa.